me BE-n ka një manipulim të madh. Pra, imagjinoje shpresa jonë që kjo ishte e duam Shqipërinë si gjitha dhe Evropa, kjo ishte angazhimi im që në 90-91-shin në vazhdimsi. Unë pata fatin që me ato pjesën e përfasimit me pushtet, një moshë 3, kam qenë sekretari i bashkisë, pastaj deputet. Në momentin kur isha kryetar i bashkisë, pata një kontakt me italianët, që më suportuan për shumë gjëra. Pra, që kam pas një kurs kështu të ngjeshëm 3 muajor me 3 personazhe shumë të rëndësishëm italiane që t'jepshin eksperiencë politike, komunikimit, sjelljes, pra edhe kështu që rrim bashkë përballë, ato më thonin që si do të rrish, do ta mbash brylin. Do ta mbash, ja. Duhet ta mbaj, si duhet të rriun? Na mësonin që duhet të rish kështu? Nuk kemi kështu mësimit falas. Prandaj aty ku jetëm. Edhe midis tjerave i thamon tyre, orë kam një kuriozitet shumë i madh, ishte viti 94, besoj. Sa më duan ne që të futemi në Evropë, bëhemi njësoj si ju. Edhe pa njëri tjetrin kështu. Edhe thanë, ju duhet kohë. I thashun sa kohë, sa muaj. Mi falë, ne kishim me muaj. 7 muaj, 8 muaj, se na dukte që ta fitonim me herët. Urra. Tha, nuk është me muaj, tha, nërë, tha, është me vite. Është si me vite, dhe u demoralizohu, në shotin, qëtësoj. Tha, duhet shumë, tha. Tesni për para, kap një standardet, është sjellje, është mënyrët me numit, është ekonomi, është zhvillim, është infrastrukturë, është pjekurit e pjesa e politikës, është mungesa korupcionit, pra një zinxhir shumë i madh se ju do të keni rrugë gjatë, tha. Edhe kjo më tha, i kalon tha 15 vite. Në çfarë viti ky muhabet? 94-shin. Kanë kaluar edhe 10 tjera pas asaj. Pra, ato më thanë që në atë kohë që 14 tjera. Pra, më nuk doreja që më thonin me vite, jo as shumë. Po unë e doja me muaj.